Ndihmë të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Sot jemi ditë e martë dhe 19 shkurt për vitin 2026. Spar ju uroj gjithëve një ditë të mbar dhe me programin e mëngjesit do të kemi si që të jemi deri rreth orës 9 për rubrikat e përditshme patjetër, titulli kryesor të gazetave për sot, mediat online për zhvillimet e fundit, komunikimis të bashku për temën e ditës dhe jo vetëm, megjithëse gjatë këtyre ditëve në fakt çdo gjë po vërtitet rreth çështjes Balluku, qëndrimet e ditës djeshme edhe të kryeministrit edhe të Komisionit Evropian për Report Televizion, çfarë do të ndodh tashmë sipas jush, duhet mblidhet apo jo Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit për të proceduar me kërkesën e SPAK. Në hapësirën e të ftuarit do të kemi një diskutim pak për ekonominë në lidhje me 2-3 çështje që ne kemi përzgjedhur. Parashikimi i modit, parashikimi i yjeve po ashtu. Por edhe lëvizja do mjetër me shumë interes, më besoni. Por s'pari, shohim pak së bashku, shumë shkurtimisht çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme, pra gjatë kësaj të martë. Opozita proteston sot në orën 17 përpara kryeministrisë në atë që quhet apo cilësohet si protesta e radhës kombëtare. Kreu i Partisë Demokratike Berisha u ka bërë thirrje mbështetësve të opozitës dhe qytetarëve që të marrin pjesë masivisht në protestë, duke konsideruar atë si një moment i rëndësishëm për të shprehur pakënaqësinë dhe për të kërkuar ndryshimin. Protesta e fundit kombëtare është zhvilluar në datë 24 janar dhe pamjet e së cilës po i shohim në ekran, ndërsa pas ditën e djeshme rreth orës 18 u zhvillua edhe foltorja e së hënës.